Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në emisionin Ritmi i Ditës. Sot në studio do të kemi Vahid Nasufin, poet që nuk njeh moshë. Mbart vargjet e tij për mallin dhe dhimbjen për gurbetin, një plagë që kurrë nuk gjeti shërim. Edhe pse vitet kanë kaluar, dashuria e tij për poezinë mbetet e pashuar. Ai është edhe poet fëmijësh që nëpërmjet vargut të tij fal shpresë dhe ëndrat tek voglushët. Faleminderit që pranuat ftesën i dashur poet që t'jeni sot prezent me ne këtu. Faleminderit edhe ju që më ftuat në këtë intervistë për televizionin televizion të Shkupit, të Maqedonisë. Poet, para se të filloj këtë intervistë, desha të pyes në një moshë pak të shtyrë tani më, të shijon pena akoma më shumë ose të ka shijuar kur ke qenë pak më i ri? Pena gjithmonë mua më shijon, sepse pa atë jeta më duket si e shkret. Pa penë. Pa penën, pa shkruajtur, pa frymëzimin, pa vetën nëpër libra, emrin tim nëpër libra, nëpër fletushka, nëpër manifestime letrare. Jeta ime më duket sikur është bosh, e parandësishme. Teksa hym në bibliotekën tuaj, më ra në sy një libër për gjyshen. Tani, kur e cekim faktikisht emrin e gjyshes, kujtojnë fëmijërin. Ju si e kujtoni fëmijërin tuaj? Fëmijëria ime ka qenë e varfër, por shumë e lumtur. E lumtur sepse fëmija edhe nga natyrë është optimist. Ai përveç lojës nuk njeh asgjë tjetër. Edhe gjithmonë ai nuk di fëmija nuk di që është varfëria. Fëmija e shijon lumturinë. E shijon lumturinë edhe lojën. Por fëmija jonë kishte diçka të veçantë. Neve ishim fëmijë që nuk kishin kompjuter, edhe këto lojërat moderne. Ne kishim kopshtet, bahçet, arët, me molla, me dardha, vreshtat, delet, qingjat, vraponim si zosh nëpër livade. Pasuritë e natyrës. Natyrën. Edhe unë pre atij imazhi aq të bukur, të asaj natyrë të virgjër në atë kohë. Sa edhe natyra në atë kohë, në atë moshën time të vogël, ka qenë shumë më e pastër. Kur lindi ajo shkëndija e poezisë? Unë kam filluar në moshën 10 vjeçare. Të shkruajnë poezi? Më kujtohet poezia e parë. Cila ka qenë? Vremçat në dimër. Cili ka qenë frymëzimi juaj për poezi faktikisht? Keni pas juve një figurë? Ja që për momentin, unë jam vrojtues i mirë. Edhe tash jam vrojtues i mirë. Se krijuesi do të jetë vrojtues. Për shembull, mirë po, ajo lind në shpirtin e njeriut. Edhe ajo në shpirtin tim kishte lindur sepse ajo ka bëj me gjenetiken. Unë nënën e kisha poetesh, po që nuk di të shkruaj. E shkruajte ninula për fëmijë. Edhe unë e kam trashëgu në ajo 8 fëmijë ka rritur me këngët e veta, me ninulat e veta. Një një familje e madhe. E madhe, shumë e madhe. Cili është kujtimi më i bukur që mbart në memorien tënde nga fëmijëria? Nga fëmijëria. Unë e mbaj që smiqet për shpirtit, për exemplu Drini, Lumi, kur bëshim 10 voglusha, mes të vapës e drejt ndri. Dhe dita e luleve të verës, dita e remisë. Kurse përvjeshën për vremçat di që është zog. Zog, po zog që nuk është hektar,
është i vogël, a jeton dimrit, nuk shkon, nuk mërgon, nuk largohet nga vendlindja, por rri gjithmonë këtu. Të gjithë poetët, edhe Kadareja, edhe Driteroj, 99% të shkrimtarët mëdhej kanë nisë me poezinë për fëmijë, se s'mundë fëmija. Edhe ju karakterizon faktikisht veprimtaria juaj, sepse ju keni qenë poet për fëmijë, në fakt edhe për këngë për fëmijë dhe... Jo, unë kam qenë poet, unë kam qenë në moshën, kur kam qenë fëmijë, kam qenë poet për fëmijë. Kur kam qenë normal, kur shkova normale, me të folë ti unë... Juve në fakt keni mbaruar normalen në Shkup. Në Shkup, po. Kohën e tërmetit. Në Shkup, çfarë kujtimesh ju mbart Shkupi? Shkupi... Atje kom pas dashurinë e parë. Cila është ajo dashuri që ti nga Shkupi e mbart aq me emocione? Unë neve faktikisht na asocion në Unë Shkupin e dua, për mua Shkupi qyteti i kujtimeve më të bukura, të rinisë time që nuk e harroj kurrë. Edhe pse ishte në vitet e tërmetit, ku jeta ishte shumë e vështirë, ku ne fleshim në për barakat të metalta, që në këshin ndimë, që këshin ardhë ndihma nga... Unë për këtë duhet romane, të nësende. Sa tituj mbani ju në bibliotekën tuaj që keni shënuar në këto 70 vite? Të mjetë? Po. Unë do isha 50, i kom bërë 22. 22 tituj. 22 tituj, por kanë pesh. Se une Valet e Drinit, që është libri im i parë, ato e ka vlerësu kritika leterare në ishë Jugoslavi, libër i një talenti që vjen. Sepse Vahid Nasufi nuk është poet që është kriju me dhunë, është poet i frymëzimit, por genetikisht ta përmenda, unë kam genetikën e kam. A mendoni që poezia apo pena ju e pasqyron realitetin apo karakterin tuaj ose shoqërinë, realitetin e shoqërisë? Po. Unë kam moral edhe pse fëmija nuk duron as shumë këshilla, por t'i flasësh për tema zbavitëse, që ai të relaksohet. Unë nuk jam i asaj natyre. Mirë po, fëmijët tanë nuk janë më ata që fëmijët tanë dinë më shumë, sepse ata ndjekin ne atërës libri, për ne ishe vitëm libri, sot ai ka ndorë shumë mjetë ku zhvillohet, ne themi se ne kemi ditë më shumë. Ja, s'kemi ditë më shumë. Ne kemi mësu më shumë, kemi lexu më shumë, por njohurinë e përgjithshme e kemi të mangë, e kemi pasur, të cunguar, kurse këto qishtash din anglisht, të din gjuhët të huaja, a i di ti e komunikohe rrjetet sociale, si nuk di kaj. Ne jemi të shekullit tjetër, ne jemi intelektual një shekullit krejt tjetër, kurse këta fëmijë, këtyne u mungon diçka tjetër, a që për ata s'do të plasë. I dashur poet, edhe pak më para faktikisht e prezantova se ju jeni poet i vargut të mërgimit. Unë jam poet i poezisë sociale. Edhe poet i mërgimit, aty është ajo. Poet i mërgimit mbetet një nga temat më të preferuara tuaja. Dominuse. E keni të përjetuar ose... E kam përjetuar e vetë, se edhe vetë kam qenë në gurbet. Keni vargje më të bukura kur keni qenë në gurbet, ose pas jeni këtyre? Unë në tjekën në Bregense. Sa ko keni jetuar në gurbet? Unë kam jetu ga 3 muaj në gurbet. Sa mbarote viti shkollor, unë shkosha në Austri, në Zvicër, në Itali. Se babën e kisha ti. Edhe shkojnë për të punuar. Edhe unë atje punosha fizikisht, por unë atje bësha emisione. Vetë emisione për fëmijë, emisione letrare. I inqizosha dora në letër një dorë, e njohta pak,
atëherë binte borë në Lautarak. Lautarak, nëna e shtëpisë mu afrua sot, fytyrës rrokullis ca pikalot. Ajo e kuptoi, edhe sepse sa çudi, a ishte as frau, zonjë kun flesha. Kur më shifte mu që unë qaja, mbushin sytë me lotë kër e përmend për mallin. Edhe ajo e kuptote, ishte gjermane, por është shumë njerëzore, se loti nuk del o për dhimbje, o për gëzimi. Edhe ajo e kështë kuptu. Edhe unë, ajo më frymëzoj. Por e dikush frymëzoj prindi që mur një letër. Edhe, por ajo ka qenë dora ime. Që unë flasë për nënën time, kur kom lindë unë, baba s'ka qenë shpi. Ka qenë Beograd. Se gurbeti jonë nuk ka qenë... Po, ka pas të vetë. Jo, gurbeti e re. Gurbeti jonë është 200 vjeçar. Njerëzit tonë rënë parë kanë bë gurbetin Gjevgjeli. Mande shkun në Shumadi. Mande shkun në Beograd. Mande shkun në Kroaci. Mande shkun në Sloveni. Mande shkun në Austri. Mande shkun në Zvicër, Gjermani, Amerike, gjithë botën. Dhe me thënë, tema e gurbetit të ka përcjell dhe të ka rritur. Me ka rritur, jo, unë dësha të bëjmë e në i veçanë, se unë një familje, shkru në biografin, vajtë nësovi rrjedh për një familje, kur për tjare. Cila është poezia që ndjen më afër shpirtit? Unë shkryne për të rritur, për të ri dhe për fëmi. Po për fëmi që kanë një farë inteligencë. Se vargu im për fëmi nuk është i thjeshtë. Unë jam fituesi i festivalit Shkodër, që radhkush e fitone. Unë jam pjesëmarrës 4 herë në festivalin e dhejtorit me tekste. Rënë parë kam qenë me Nazmi Belisën, pse vrapon ka shumë jetë. Ta marrë atë këngë, ta marrë, ta menë të shu. Liqe, ti e kishe. Kam qenë me Selam Iun, Nuse Kosovare. Unë jam autori i himnit universitetit, Lule Universiteti. Unë jam autori, Vajt Nasofi ka ke libri. A e konsideroni mërgimin fat apo zgjedhje në ditët e sotme? Sepse akoma mbetet flagë e pashëruar. As fat, as zgjedhje. Mërgimi këtë është e keqe jonë më e madhe. Ju shtyu dhe shkruani romanin Fundi i trisht. Urapesi. Asë që tjetër. Edhe unë jam një farë, do ta bevefte një farë Nostradamusi. Unë shumë i vogël jam për të bë Nostradam, por me gjithatë, ajo për fatë keq, unë e tham atje. Sa që unë, edhe pse unë nuk duhet ndodh ajo do të ndodh pa tjetër. Pse? Nuk ka këthim prapa. Hajmë tregoni, ku shpirilil të sfliton, edhe ata që u këthyn të qmendur, pa familje, pa fëmi. Këtu kemi rastin neve, unë i kom 4 vlezër, ne jemi 170 vetë në... Familje, të ngushtë. Po të ngushtë, emrat i kënë vendohu unë para 30-20 vitesh. Kanë gjithë një për të mbesat emër shqiptarë? Kretë Shqip. Kretë Shqip. Edhe se ato jetojnë edhe veprojnë në mërgim? Unë tash është doktori i parë, i më i ri, i familjes, i familjes jemi Zëri Nasovki. Dashur poet. Jo, për më pyte për Fundi i trisht. Unë jam pishmon që e kom shkruajt këtë titull. Pse? Pishmon. Ja pse më kanë thënë disa që e kundështoshin, nuk ndodh ajo, tash më ka thënë, po ndodh. Para 5, po unë që 7 vjetë. Po, juve keni në ndërshkrim faktikisht një roman tjetër. Jo, unë e botova, jo roman 3, trilogji. Fundi i trisht është 3 roman. Pjesën e tretë e keni në ndërshkrim? Pjesën e dytë
të shi ta tregoj që e gati, për të botuar. Unë punoj deri në ora 4 të mëngjesit. Për mu nuk. Edhe ky libri juaj I fundit është tek mërgimi I fokusuar? Jo I njëjta që është, jo, vazhdimi I fundit trisht. Por me titull tjetër, kjo është qetësi e humbur. Kjo ka fundi trisht. I treti ta ke tjetër. Edhe e kom piktorin akademik, Tason. Pse qetësi e humbur? Krye personazhi im, ai humb familjen, atë dheun, djalin, Nazmien, që do të shumë. Ajo merr gjerman edhe spytën mos komunikon me babën e vetë gjermanisht. Kështu shqip. Faktikisht juve jeni një poet I brezit pak më të I vjetër. Po. Mesazhi juaj ose si e përcjellni tek lexuesit? Çfarë mendimi ke për poetët e kohës së sotshme? Për të rinjt faktikisht. Ka disa të rinj që me stilin e vet. Normalisht që do të ndryshojnë poezia me ndryshimin e moshës, brezave, poezia, por ne nuk mund të shkruajmë poezi amerikane, gjermane, austriake ose kineze. Ne mund të shkruajmë letërsinë tonë, shqipe, po problemet tona, nëse nuk I shkruajmë në problemet tona, të shoqërisë tonë që e kemi, a ne kemi shumë probleme. Po, e vërtet është. Si poet I formuar, tani me një karrierë 70 vjeçare, çfarë mesazh do ju jepni të rinjve që kanë një penë të artë, që kanë një shkëndi për poezi? Ta shohin, duhet njeriu që I rreget kësaj pune, këtij zanati. Ai du ta shohë veften, a ka një farë talenti. Se pa talent, po, talenti vetëm me talent nuk bëhet poezia, as romani. Duhet me punë, me lexim. Punë është leximi. Normal. Leximi. I dashur poet, faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim kaq të mirë, të fillt, të sinqert faktikisht. Fitore, shumë faleminderit. Radio Televizioni I Shkupit për mua, për Vajt Nasufin, si poet dhe shkrimtar, vite me radhë, kanë dhënë kontribut, edhe unë nuk kam me çka t'u shpërblej ato. Dashur teleshikues, sot në këtë studio kishim të ftuar poetin Vajt Nasufi. Pena e këtij poetit mbetet një dritë që shuhet kurrë, si kujtim, si mall, si këngë e gurbetit që jeton në çdo varg të tij, dhe madje për të na dhënë neve të lexojmë së bashku me shumë kënaqësi dhe me shumë ndjenja të mira.